Pavarësisht deklaratave të herpasershme të ministrit Tahiri për rendin dhe sigurinë në vend, krimi vazhdon ta sfidojë. Si asnjëherë tjetër më parë, Tritoli ka mbërritur pranë familjarëve të ministrit të Brendshëm. Ai ndodhet aktualisht në zyrën e tij. ABC News ka kërkuar një prononcim nga ministri, por askush nuk pranon të flasë. 3 shpërthimet e Tritolit që tronditën Tiranën në orët e para të së martës, përveç policisë duket se kanë vënë në alarm të gjitha institucionet përgjegjëse për sigurinë në vend. Ndodhemi pranë Ministrisë së Brendshme ku vetëm pak orë pas 3 shpërthimeve me Tritol të regjistruara në Tiranë, në zyrën e ministrit Tahiri ka mbërritur kreu i prokurorisë së përgjithshme Adriatik Llalla dhe ai i shërbimit informativ Visha Jazilika. Takimi mes ministrit Tahiri, kryeprokurorit Llalla dhe kreut të shërbimit informativ Visha Jazilika ka qenë i shkurtër rreth 15-20 minuta. Askush nuk pranon të jap detaje, por mësohet se në qendër të bisedës mes tyre ka qenë situata në vend dhe shkëmbimi i informacionit mes institucioneve në kushtet kur krimi ka sfiduar shtetin, duke kërcënuar hapur familjen e ministrit të Brendshëm.